World Cup në RTK Radio. Për drejti nga studioja e programit parë Radio Kosovës me një emision tjetër të ri për sa takon kampionatit botror të futbollit, i cili po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Jemi në ditën e 5, si gjithmonë edhe kësaj radhe kam mysafir të ftuar me të cilët do të bisedoj gjerë dhe gjatë për sa takon kësaj ngjarje të madhe pra kampionatit botror të futbollit rrjedhën deri tani, por gjithsesi edhe për ndeshjet që na presin në VM. Unë jam Fatos Priniqi, jam me një skuadër të tërë që në të vërtetë është përkujdesur për realizimin e këtij emisioni, duke nisur nga kolegët tanë Edmond Thashi, pastaj Faruk Bajrami, Remzi Mustafa, për të mos harruar pjesën e teknikës me Blerim Byqmetin, Shpetim Saliun, Driton Bunjakun dhe Krishtin Qarkaxhiun, të cilët vazhdimisht janë me neve dhe janë pjesë e ekipit tonë. Përndryshe, është koha që patjetër të falenderoj edhe Vlera Sportin për bashkëpunimin dhe për këto pajisje sportive, kuptohet për topin zyrtar të Kupës së Botës, pa e harruar dhe trofeun e çmuar ikonik të Kupës së Botës. Tani më veç ka ardhur momenti për të prezantuar mysafirët e nderuar dhe respektuar. Në krahun tim të djathtë është futbollisti i njohur, aktualisht antari i Gjilanit, Armen Thashi, të cilin e falenderoj që ka pranuar të jetë pjesë e emisionit special në Radio Kosova, një kushtuar kampionatit botror. Armen, faleminderit shumë. Fatos, faleminderit për ftesën, me shumë kënaqësi gjithmonë. Në krahun tim të majtë kam poshtu një mik, nëse mund të them, por dhe një njeri të çmuar, i cili është një kohë të gjatë, nëse mund të themi, në lojën e futbollit, edhe në cilësinë e trajnerit i respektuari Faredin Bejtullahu. Faleminderit shumë edhe një herë që ke pranuar të jesh pjesë e këtij emisioni special. Patjetër, Fatos, jeni të nderuar gjithë stafi juaj, sepse jeni të mrekullueshëm dhe kjo është kënaqësi. Eventi botror apo mos themi evropian ka kalu, janë gjëra që i çmojmë shumë lart. Në fakt po nisim kështu siç edhe thon amerikanët, let's go to the business, edhe t'inkuadrohemi, të fillojmë këto intervistën për të biseduar pak për këto ndeshjet e deri tanishme, të cilat faktikisht Armend janë zhvilluar. Është herë të themi se cila prej kombëtareve faktikisht të ka bërë përshtypje, ose cila mund të jetë befasi e këndshme në këtë rast, por si e ke parë deri më tani? Po del një kampionat Kupe Botës shumë interesante për shkak se e pam edhe këto skuadrat që në fillim të gjithë i kena cilësu favorit, patën shumë vështirësi apo edhe shumë pikë, siç ishte dje Holanda me Japoninë, që gjithë kemi pritë që do të ishte ndeshje e vështirë, mirë po do të fitojmë, mirë po nuk arriti me fitu. E pom Zvicra me skuadrën e Katarit, që nuk arriti me fitu, nuk arriti me mbajt rezultatin. Deri në tash, deri këto ndeshje që janë po, mendoj që vetëm Gjermania e ka arsyetuar, më thonë ato që kemi cilësu favorit edhe përfaqësuese e Kurasaos, nëse nuk ka vlerë, po prapë po mentalitetin e gjermanëve që 1, 2, 3 nuk ndalen deri so u përfundoi ndeshja edhe fituan ndeshjen 7-1, edhe është një pasqyrë apo një sinjal që është një prej skuadrave favorite edhe do të jetë një skuadër shumë e fortë deri në fund. Absolutisht, po mendoj edhe në kështu, edhe pse mbase për shumë analistë dhe ekspertë të futbollit, mbase edhe Gjermania, zotri Bejtullahu sikur edhe është harruar duke u fokusuar më tepër tek ato kombëtarët më të mëdha e më gjigante siç janë Franca, jo se Gjermania nuk e ka faktikisht rolin e tillë, por me një ndrim të gjeneratave pakush edhe po shpreson për një gjë të tillë. Jo, nuk mund të themi ashtu edhe se ka të farë mendimin e vet, po se i përket në çështjet e lojës futbollit në profesion, është Gjermania ka pas probleme të kalume, mos thëmë me përzgjedhjen e lojtarëve, pastaj sepse unë i di disa gjana pak mbas karrierës, i din edhe Armendi mbas të veprës që është luajtur tash në Kosovë, po flasëm është një mentalitet për shembull në ballkanik, po në Gjermani nuk e kam besuar në ato që trajneri më përshëm ka pas lojtar, domethënë nuk ju ka dhënë përsi lojtarëve të ri. Ndërsa sa i përket ndeshjes që e cek edhe Armendi, është vërtet që gjermanët çfarë do profesioni janë luftarak apo punëtor, të them shkurt thjesht, deri në minutën e fundit, derisa të kryet orari i punës tyre, ata kanë më mirëmbajt në punën e vet edhe në përgjegjësitë e veta. Kështu që në qoftë se flasëm kush ishte
tjetra kombëtare, unë besoj që s'kemi nevojë me hub kohë aty. Gjermania ka qenë pretendent, është një ekipë botërore e cila ka qenë gjithmonë deri në të katërtën e finales, gjysmëfinalen, finale, është kampione e botës 4 herë. Edhe nuk ka kësaj radhe shoh një Gjermani më kompakte, më përgjegjëse, në pozicionet e veta çdo lojtar, sepse unë e pash edhe dje lojën, e kum pa Zvicrën, e kum pa Meksikën, vetëm 1-2 lojë që ka luajt natën, e kum fjalën mëngjes 3, 4, 6, nuk i kum kshyer ato, se natyrisht kemi flajt është koha që edhe për mua Gjermania është, ndërsa Brazilin për shembull, Brazili gjithmonë ka atë mentalitet fitues, por egoizmi i lënë mbrapa pak brazilianët. Të gjithë ata që mirën me futboll e kuptojnë, prapë mos marr minuta. Ndërsa sa i përket Francës, intensiteti i lojës më vjen mirë, dje pash lojën edhe kam qenë i bindur. Unë e bile ku mendoj që do të fitojnë Japonia kur e barazoi. Të drejtën, pse po ja them këtë? Sepse në asnjë mënyrë nuk e kanë shfrytzuar rastin e gjujtjeve të lira të kornerave holandez. Sepse në futboll, sot në futbollin evropian pa u kon 1,85 m merr me lut height level, anglisht është shpreha. Loja nër. Jo, height level është nivelet e larta. Ndërsa këta japonez një intensitet maksimal që unë e njoh në futboll e kanë, maksimal shpejtësinë, intensitet, por teknikisht akoma më shumë ju më befasu para 4 vite që kanë qenën, sepse me të vërtet nuk ka pas gabime teknike. Asnjë gabim unë nuk e kam pas teknikisht. Tashti pra po e them, po e ceki, Holanda ka bo gabime që nuk e ka shfrytzuar rastin në gjujtjet e lira që i ka pas shumë, apo kornera sa ka pas shumë, aty kanë mujt me qenë vendimtar. Përveç Gjermanisë, Armend, të cilën e përmendëm dhe kështu faktikisht veç u pajtuam se ka mentalitet, lufton deri në fund, nuk naqet me aq sa dhe faktikisht posedon, tenton edhe kërkon gjithmonë më shumë. Kë është edhe favorit përveç Gjermanisë në këtë ngjarje të madhe siç është kampionati botror? Po, futboll, domethënë, janë momente, situata që mund ta vendosin një ndeshje apo një kampionat botror apo evropian. Është edhe e curia e lejtarëve që kanë ardhur këtë kampionat. Nëse shikojmë bazë të curisë, bazë suksesit që kanë pas këtë sezon, për mendim temin, unë më me cilësu një prej favoritave kryesore është edhe skuadra e Portugalisë, për shkak se në ekip ka lejtarë që këtë sezon kanë dalë kampion në skuadrat e veta ku kanë luajtur. E kanë fituar lejtarë Champions League që janë lejtarë bazë të skuadrës të Parisit që janë kombëtarën e Portugalisë. Edhe vinë me motivin, me dëshirën më të madhe që me pas sukses edhe në këtë kampionat botror. Në futboll dhe dim që nëse një skuadër është e motivuar, vjen pas një suksesit të madh, atëherë ata futbollistë janë edhe më shumë tjetër për me pas sukses edhe këtë kampionat botror. E cilësoj një skuadër që do të arrijë deri në finale, edhe me fitu për shkak se i cek ato sene që janë gjithë futbollistat në momentumin më të mirë të vetin, në motivin më të madh që kanë, edhe vetëm i përmend me emra, mes fushort janë Vitinha, Fernandes, Ruben Nevesi i Parisit, është mbrojtësi majt i Paris Saint-Germainit, Cancelo i Barcelonës. Që është shumë përparësi. Bernardo Silva, e kanë edhe Cristiano Ronaldo që gjithë po thojmë që është plak, është e vërtet. Është shqiptari më i mirë i ekipit. Po kur ekipa, kur e ka një skuadër që vrapojnë edhe e furnizojnë me topa, nuk ka lojtar më të mirë se Ronaldo me përfundu aksionet. Edhe unë e cilësoj një prej skuadrave më favorite për me fitu këtë kampionat. Megjithatë, zotri Bejtullahu, nëse i referohemi edhe një deklaratë gjatë konferencës për shtyp të cilën e dha Carlo Ancelotti përgjithësi Brazilit pas barazimit ndaj Marokut, faktikisht tha që ne duhet të përmirësohemi edhe në këtë fazë. Patjetër, këto po kaloj direkt në grup. Grupi është pak më intergrus, kur them fjalën ambientit edhe kushteve atmosferike, sepse ndryshon ajo, qofshin gjitha, qoftë vapa, qoftë pushimet e rikuperimeve të lojtarëve, qofshin lartësitë mbitëtare, ndryshojnë me europianët, ndërsa sa i përket Brazilin prapë shoh deri në tetën e finales, s'është çudi edhe më kon finales, sepse por mund shumë prapë e them disiplinën e kanë nuk është disiplina si të gjermanët që vetëm trajneri fol. Edhe lojtarët është shumë interesant, po them bukvalisht të gjermanët, nuk mund është i më marrën lojtari mas ndeshjet me thonë unë e bona mirë, ti e bona keq, a mumi me luaj çto, a mumi. No, jo. S'ka aty mbaron puna
pën detyrat edhe si lojtar është profesional, i respekton. Ndërsa sa i përket konsideratës Portugalisë, është e vërtetë që Portugalia gjithmonë kanë qenë luftarak në çdo eventi, qoftë evropian, qoftë botëror, qoftë kualifikuese kështu me radhë, por unë personalisht mbetet të shihet vetëm ndeshja e Anglisë me Kroacinë, dhe jo që Franca akoma s'ka lujt, bile do të luajë me ekipa rezervë tash në lojën e parë, ajo diskutohet, se Franca ka 2 ekipe pjesëmarrëse që janë titullare. Sa i përket, unë e shoh finalin Francën 100%. Kur thëm 100%, 100%. Ndërsa për tjerat ekipe, mundet me qenë Anglia, Argentina nuk guzomi me lon anash, Argentina ka për shembull disiplinë më të mirë se sa Brazili. Edhe Gjermanët mi pa në finale, Brazilin pse jo, por se brazilianët është mentaliteti të futbollerat, është pjesë e edukimit, sepse e kam thekë edhe më herët, ata kur të punojnë futboll, punojnë në dy hapësira, futbollin plus punojnë me mirën me lëvizjet e shpejta që e kanë samban. Qysh prej fillimit, prej vozhlimit. Kështu që unë favorit në Kupë të Botës nuk ka, sepse si të ceki Armendi në një situatë apo tjetër, mundet më përcaktue 90 minutën, nështë 90 minuta nuk je gol 92-ën ta jep një dhe e mbarot ndeshja. Armend, sonte kemi prej orës 18 një ndeshje e cila i takon grupit H ndërmjet Spanjës dhe Kapverdës, pjesë e këtij grupi janë edhe Uruguayi dhe Arabia Saudite. Mbase mund të themi që e kemi harruar Spanjën, e cila po ashtu ka një gjenerat të ri të futbollistëve. Për më nuk e tash po vjen kombëtorja e Spanjës, që është kampion evropian, edhe ka një gjenerat që pas asoj gjeneratës tash që ka pas që ka fitu botërorin evropianin mradh, tash është kjo gjenerata që pas disa vite ka ardhën pa, edhe është një gjenerat që veç me po lojën e Spanjës, i sheh që so mirë kuptohen mes vetes, janë të lezueshëm njëri për tjetrin në futboll. Mirë shumë, sepse luajnë edhe në Barcelonë shumica prej tyre, por edhe në Spanjë, mos të harrojmë, kështu që është një lloj përparësie. Atë përparësie ka pasur Spanja e para 15 viteve që e ka fitu botërorin evropianin 2 herë. Edhe tash e ka prap njëjtën situatë, njëjtën hap. Edhe është skuadër shumë e fortë që ndoshta mund dënohet vetëm mund situata standarde, mund goditje standarde, për shkak se me posedim topi, me rastin me kriju Spanjës është shumë vështirë, për shkak se vetë Spanja mund gjithmonë posedimin e topit. Është favorit, është një prej skuadra favorite që unë me një parashikim më herët që kom thonë që do të jetë finale Spanjë-Portugali. E tash a do të del apo jo, nuk e di mirë, po është njëna prej skuadrave më të forta këtij turneu. Armendi e përmendi për herë të dytë së paku Portugalin, e cila gjithsesi po e ka faktikisht potencialin dhe fuqinë pse jo të mos arrijë deri në finale. Zotri Bidullahu, përveç që ndeshjes Spanja-Kapverde, po besoj që ke përshtuar diçka për spanjollët në këtë rast. Unë e kam fjalën ndeshja të shtoj pak raportin e forcës në futboll që është tim. Përgjithë sepse në qoftë se flasëm shumica e din që kam studimet e kryme gjithsesi studime sportive të futbollit, jo të difit apo të handballit, voleyballit e kështu me radhë. Në futboll raporti i forcës janë 2 ekipe. Tash që studimet e fundit në Francë, kërkesat e fundit që bëhen kërkesat tash në medicinë, po francezët punojnë shumë kërkime më të reja të futbollit. Për shembull, raporti i forcës një ekipe, siç tha Armendi, jo e unë po them, që një ekipe forte solidume, e konsolidume mirë, është Spanja. Por Spanja do të marrëm raportin e forcës komplet ekipës sulmuese. Sa kanë qëndrueshmëri apo rezistencën me top, sepse unë e di dhe gjithë ekspertët e din, po dhe lojtarët besoj e din, siç është Armendi në këtë rast këtu. Armendi lodhet më shumë kur ta kenë topin sa kur të luajnë pa top në zonat e ndryshme, mbulimin, hapësirën e zonave. Pra, në qoftë se themi në raport të forcës, unë prap po e ceki në raport të forcës janë aty anglezët dhe francezët. Spanjollët janë më mbrapa. Spanjollët janë shumë e konsoliduar mirë ekip, që thatë leximi, natyrisht janë lojtar profesional, propozimin e topit, driblimin e topit, dhënien e topit, teknikisht pasime gjata të shkurta, janë me të vërtet një ekip për tu respektuar. Ndërsa, pra po them, anglezët
sa i përket raportit forcës, edhe francesë janë numër 1 në botë, sot për sot. Po, përmendet disa Edhe prej një shembull faktorëve. pjau jep, faktori numër 1, bravo të lumt. Këtu desha dal. Faktori numër 1, s'di ajo ka ra rasti kur luti Bayerni me Paris Saint-Germain. Po. Kjo ka fillue në 10 orë, në 10 orë ka fillu, ka në përfundim që do të kështu me bo. Kush është ekipe fort? Lojtarët të cilët unë i kam të fort, edhe kom një mbrojtje në vi, të pashpartallueshme në kundërsul, atëherë unë e kërkoj topi kur të fillon loja, munis me dalë në aut. Ose gjatë lojës kur të jom unë, kur e kom topin në aut, unë ja gjuj topin ekipës kundërshtare, te korneri, në zonën e tyre. Pse? Sepse e kom ekipën aq të fortë që mundën me çrregullu apo dezekuilibru ekipën kundërshtare në mbrojtje. Veç edhe mund tjetë rrezik. Po rrezikin e ceka qysh më herët me pas të mbrojtje të konsoliduar dhe solide mbrapa, se mundet me arë kundërsulmi. Që dhe me shfrytzu shumë mirë situatën. Pastaj neve jemi të çrregulluar me ekipa sulmuese, ka me vrapu ka porta e vet mu vendos. Aty është rreziku më i madh. Po na jemi aq unë po ta them si trajner, unë kur ta hup ekipa e sulm topin, unë qaj lojtar që mundet me hup, ai i cili është afër topit, do të me shku lojtari vesh me bloku, jo me shku me marr topin, me shku me lujt kauti, mos me lujt me njëre. Me bo presionin. Bravo. Kjo është domethënë raporti i forcës, edhe pastaj janë taktika, teknikat që zhvillon. E dimi ku është dhe ekip ka energji më shumë se është teknikisht çfarë lojtar mundet me pas, që mund me pas si ekip pasoja kundër ekipës, kundërshtare. Këto janë krejt të studiuar, po thon drejtën. Tashti favorit për mua në kupë botës, sidomos në grupe tash, nuk mund me thonë, a mund me thonë Japonia ka lujt mirë, ka lujt shumë mirë. Ti është një lloj parashikimi sepse siç edhe përmendi Armendi gjatë rrjedhës së kampionatit botror, ka ndonjë skuadër që mbase nuk e ka ritmin e formës në fillim, por që ato e gjen në fazën e eliminimit drejt. E dim se vitin kampionatin e kaluam, Argentina me zë ka kalu grupin. Me zë ka kalu grupin edhe në fund arriti me u bë kampion. Është Pastaj është edhe eksperjenca e lojtarëve, pjesëmarrja, po si do të qoftë, 50% çdo ekipi për shembull evropian i kanë lojtarë që kanë marrë pjesë paktën 2 herë në Kupën e Botës. E kanë një eksperiencë, është një domethënie e madhe. Pastaj sot për sot në Europë apo në botë nuk mungojnë, në Evropë sidomos nuk mungojnë për trajnera cilësor, apo sikur ai trajneri që çajke për gëzimit për kur kjo me Gjermani që luti ku holandezi Agbo. Ai Moti është trajner edhe kështu që i erdh mirë, ai është i gëzuar as parë që ka kualifikuar një ekip, se është një sukses për to, edhe është një ëndër e shtetit sepse të kuptojmë, çdo shtet prezantohet përmes kulturës. Unë e maj në mend, isha lojtar në Francë dhe s'kishëm na kemi qenë hasëm me serbët, Kroacin, e majsha flamurin e Kroacisë në për Francë në janë. Edhe të rivone kanë ditë për mua, francesë që jam origin kroate. Po mos e kanë kuptuar që jemi kosovarë dhe kështu që. Megjithatë, përmendit disa prej faktoreve të cilët mbase do të mund të jenë pozitiv ose negativ në disa prej rasteve, varësisht edhe prej ndeshjes, varësisht edhe prej formës që edhe për përfaqësuesen e Spanjës që realisht duhet ta pranojmë më shumë kompakte. Si ekip funksionon shumë mirë dhe fushinë më të madhe e ka nëpërmjet mesfushorëve. Ti përmende lëvizjen, posedimin e topit dhe ata çfarë bëjnë gjatë ndeshjes kur faktikisht në shumicën e periudhave po besoj Armen po pajtoheni edhe ju që mbajnë topin në posedim dhe kur e ke topin në posedim e lodh kundërshtarin më tepër edhe më pastaj sikur edhe bie pa koncentrim edhe në ato situata spanjollët din shumë mirë të shfrytëzojnë. Po është përparësi shumë e madhe për një skuadër kur arrin me mojt gjithkohës posedimin e topit, për shkak se ti e detyron skuadrën kundërshtare gjithmonë të jetë në defanzivë, vetëm më mbrojt. Ka raste kur edhe skuadrat kundërshtare futbollistat nervozohen që po janë gjithmonë të detyruar me ndjek topin. Edhe në moment vjen një futbollist mos me qenë i koncentruar ose në vit taktikisht me bashkëtorët e vet, edhe aty mundohet me u bë diferencë. Edhe skuadra Spanjës është i vjen një moment që me marrë përsin pastaj është gjendje me t'jap 2, 3, 4 për shkak se është skuadër që posedon topin edhe ka lojtar shumë teknik, shumë të mirë. Skuadrën edhe sidomos në vijën e sulmit ka futbollistë që e bëjnë diferencën, siç e kanë bërë në kampionatin evropian, edhe tash në gjendje me bë diferencën, edhe është që ka përparësi se cila skuadër që arrin me pas posedimin e topit, gjithmonë
është 2 hapa para skuadrës kundërshtare për shkak se të detyron ato me nejt vetëm fazën defanzive. Edhe nëse e humb ndonjë top nga porta kundërshtare deri te porta jote janë dikon rreth 70 metra që ki mundësi distancë që mundesh me bë përmirësim. me u rikuperu, me mbyll kundërshtarin edhe gjithmonë jenë një hap apo 2 hapa para. Përveç ndeshjes Spanja Kap Verde kemi edhe një sfidë tjetër të vlefshme për grupin G ndërmjet të Belgjikës dhe Egjiptit, ku ndodhen edhe Irani edhe Zelanda e Re. Çfarë themi për një Belgjikë e cila dikur ka ditur shkoj deri në fazën e eliminimit direkte, nga ajo është pritur shumë. Edhe Belgjika këtë vit apo në këtë kualifikim është një ekip e mirë, ndërsa se për këtë kundërshtarin që e ka natyrisht Egjiptin sot fiton, kur thëmë natyrisht fiton, sepse janë gjanat të dallume, edhe pse kemi mujt nështë me thonë për Hollandën s'kujt, me thonë sepse Japonia, Korea kanë futboll. Gjithë Koreanët, unë si trajner i Lioni që kumë qenë moshat u 17 vjeç, ju konën 10 Koreas ju konën. Po nëse ka pas edhe sponsora. Kështu që, se për këtë Belgjika fiton sigurisht, edhe Irani e fiton ndeshjen. Armend, për Belgjikën pak fjalë, kemi një Belgjikë që realisht ka një mix të futbollistëve, disa që faktikisht janë më tepër me përvojë, e disa të tjerë të ri, sa besojnë që do të mund këta të realisht të realizojnë atë qëllimin fillimisht për dal nga faza e grupeve. Trajneri po thotë që e mposht Egjiptin, mirë po nuk është edhe se skuadra e Egjiptit është shumë poshtë, për shkak se është favorit, nuk diskutohet ajo, që kom favorit për me fitu së ndeshjen, mirë po e kemi pasyre skuadrën e Zvicrës me skuadrën e Katarit. Katari me cilësi apo me diçka shumë më poshtë se Egjipti. Edhe me futboll. E pom që Zvicra 3-4 herë o fut në zonën e kundërshtarit Katarit edhe ka shnuar vetëm një gol. Edhe të 94-ën një goditje, një krosim mbyllën ndeshjen barazim. Edhe në çështje favorit skuadrën e Belgjikës sonte, për shkak se është skuadra shumë më e mirë se Egjipti, edhe mirë po ka pas befasi këto ndeshje edhe ka më pas ende deri në fund, për shkak se është vetë kampionati botëror, shumë skuadra po morrin pjesë për herë të parë, po e shohim që një gol kur po e shënojnë, po gëzohen sikur me fitu ndeshjen, për shkak se po i kanë gollat e para zyrtare në kampionatin botëror. Flas mbas eksperiencës që kemi pa deri më tash, Kupa Kani u mbaroi para 4-5 muaj, edhe ku pa Egjiptin deri në gjysmën e finales Senegal dhe shkojmë me Marokon, që klubet afrikane një me milimetra, unë personalisht. Se kom punoj me ta shumë. Shumë, por Egjipti si Egjipt, në sulm për shembull nëse bazona unë në krah veç të Armendi, pe marr Armendin, unë jam lojtar me sushor, atëherë është problem, se Armendi mundet me deportu një herë, edhe ekipa kundërshtare është domethënë absolutisht ta mbulon lojtarin. Ku e përmendim më herët, jo folet te raporti forcës me Spanjën, ka një sulm, ka një qarkullim topit, një posedim, çdo gjë në rregull. Por unë mund tash të tregoj edhe si muj me nala çrregullim edhe te ekipës kundërshtare që merr posedimin e topit. Lojtarët e përmend edhe fjalën nervoz apo dekoncentrim. Nuk nervozon në Francë mbrojtja. Në Francë respektohet distanca, unë nëse jam mbrojtës i majt, më vjen vingjeri djatë, i dalë për para atina, edhe ai nëse lun atje, unë nuk shkoj atje, unë rri këtu. Tjetëri është që i del, tjetëri që i del. Pastaj në fund sulmi kur të bëhet, që dojnë me deportue, unë jam këtu, ai tjetëri mbrojtës që është, mbrojtës i majt mas me, i del për para me bloku. Do me thënë janë detyrat që nësë një mënyrë nuk nervozohet kundërshtari, lojtari, qofti mbrojtës, lojtari mbrojtës i imi, qofti sulmuesve. Sepse mos të provokimet, është puna e lojtarit. Një herë, dy herë, unë personalisht si trajner, nuk tentoj me dhon gol prej mesit. Se janë të mbyllura në hapësirën shkencore, i kam reportet e mbyllura. Sepse unë e marr një ekip kundërshtare e cila din mi mbyll hapësirat. Për shembull nëse luaj 4-4-2 Lozajn, 7 metra janë ndërmjet. Ajo mua më intereson, se ti shpemon. Pastaj është komunikimin mes të vijës mbrojtjes edhe nuk kam problem. Mundet me ardh një problem që ajo është e natyrës në futboll. Këtu desha të them, sepse në 90 minuta në një ndeshje futbolli, edhe në këtë rast po flasim për ngjarjen më të madhe që është kampionati botëror, është vështirë ndonjëherë mbas edhe një futbollist më i mirë në botë mos gaboj edhe të kryej hapësira dhe të bëj atë se çfarë nuk do të duhet. Nga raporti forcës numër 1 është lundë rezistenca dhe shpejtësia. Armendja ka shpejtësien.
Kjo është e mirë edhe për disa lojtarë që janë të mësuar në shkollë futbollit. Unë Armendin e di saktësisht kur me to s'kemi biseduar për futboll, është ashtu. E kemi respektuar njëri tjetrin. Unë e di që ky mundet mu mi bëhe me një lojë 90 minuta, 80 sprinta 100%. Amo 20 fundit s'u ban 100%. S'u ne mrit. Nuk e ka freskin. S'është puna e freskia ky, e ka rezistencën maksimale. Por në vendin freskia sepse freskin e ka këtu, ha? Po e ka këtu, po kjo funksionon edhe me trup. Familje. Por kjo funksionon edhe me trup, sepse atë edhe thash. Për ndryshe kena fol për favoritat më tepër ose ja kemi kushtuar më tepër asaj se kush mendoni se do të jetë favorit. Cila do të jetë befasia e këtij kampionati? Është vetëm herët, sepse janë vetëm ato ndeshjet e para, por të paktën në bazë të asaj se çfarë po shohim qysh në këtë fillim. Po, me ato ndeshje që kemi po, nuk mujna me qu shumë diçka që me thonë në një skodër që ku me bojë befasi. Katore arriti me barazu me Zvicrën, mirë po ndodhë një ndeshje prej 20 që me shënu një gol në rastin e vetëm. Mos me marë 5 gola në 20 raste që pas Zvicra. Ja ndodhë një ndeshje, nuk ndodhë shumë ndeshje. Unë mendoj që skodra e Austrisë do t'jetë jo befasi, mirë po do t'jetë një skodër shumë e fortë, që nuk është shumë, që me thonë ka shumë emna ose diçka, mirë po është me karakter, me mentalitet, në ngjashme me skodrën gjermane, edhe nuk dorëzohen deri në fund, edhe do t'jetë shumë kompakt, edhe do t'jetë shumë e vështirë për me mposht. Se sa do t'arrijë me shku shumë lart, mbetet më po ndeshjet që i ka, mirë po unë e cilësoj një skodër shumë të fortë. Me lidhje me ndeshjen e djeshme, skodrën e Japonisë nuk e cilësoj befasi as pak, për shkak se edhe kampionatin e kaluam ka arrit me mposht Gjermaninë, ka arrit me mposht shumë skodra të forta. Nuk ka shumë emna, mirë po e tha trajneri, është skodër që nivelin e lojës ta mon në maksimum, shpejtësinë, ritmin e ka në maksimum, e po më dje. Shumë lojtar shpejt, teknik shumë të mirë, edhe nuk është skodër që do të me cilësu befasi, për shkak se është një skodër shumë kompakte, një skodër me ritëm gjatë 90 minuta, në maksimum e mon ritmin. Absolutisht, e përmenda Austrinë faktikisht, për cilën po besoj edhe unë që do të jetë befasi e këndshme, ndodhet në grupin 1. Takimin e parë zhvillon me 17 të këtij muaji ndaj Jordanisë, kurse pjesë e këtij grupi janë edhe kampioni në fuqi Argentina edhe Algjeria. Por juve zotri Bejtullahu? Unë të drejtën Algjerinë e shoh si një ekip luftuese, sepse nuk mund të them ka befasi apo në favorit. Megjithatë ka met kjo favorit, sepse na kalon të parë tonë duke respektuar gjithë që ka luajtur futboll, qoftë në Kosovë, qoftë më herët emrat e mëdhenj. Algjeria ka një ekip, po sa i përket ekipeve afrikane, më thjesht po shkoj. Senegalin muj me pa aty këtu, bile ka me qenë mos dalt një rezultat baraz me Francën, para kohë po e them këtë, sepse Franca është ashtu, unë besoj, Didier Deschamps luan me ekip jo 100%, sepse ka ekip të rotacionit. Algjeria, për mua, është një ekip, mundet grupin me kalu edhe me një ndeshjen tjetër bjen. Austrien, plot me vend, tha zotriu Thaçi që Austria ka një ekip konsolidume dhe detyrat çdo lojtar i kryen. Nuk ka është e vërtet emrat mëdhej të lojtarëve të futbollit, kur them, por Austria, në qoftë se shohim Suedinë nuk folëm. E mujti, 4-1 fitoi, po Suedia hubi edhe prej Kosovës, apo jo? Kështu që Suedia fizikisht janë gjithmonë të mirë, po ata gjithmonë ka pas probleme taktike të drejtën. Ajo është e ditun. 5-1 kanë poshtë Tunizinë. Po, do me thonë, na Kosova pas mi pas po 26. E kemi në poshtë Suedinë, por ja që suedezët janë pjesë e kampionatit. Kështu që unë i shoh, për shembull, Senegalin e shoh në shtetet afrikane, edhe janë disa shtete tjera që do të luftojnë për me dalë nga grupa, ndërsa Senegalin, Ghana, një ashtu ka një ekipë, po të them, jo shumë të mirë, se që janë disa ekipe, 4-5 ekipe evropiane, si që janë Spanja, Franca, Anglia, besa dhe Kroacia. Kroacia e ka një gjenerat pak vjetër, por të shohum, presëm. Unë nuk pres kur gjo prej Kroacisë, të ndrejten. Grupin e kalon, ama mësanej këthejt në shpi.
Nuk është ajo Kroacia që ka qenë dikur kur ka qenë edhe në kampionatin. Jo lojtar Ama ndryshon, tani janë edhe kushtet pak që ndryshojnë në Amerikë, ndryshe është ky lung këtu në Kosovë, që aty në Amerikë ku atë gjumë ju përmisu shkon 3-4 ditë. I duan shumë kohë për t'u hidratimi, ushqimi, ndryshe ky e ka orarin e caktuar, mësa han këtu. Patjetër është ta kërkohet edhe një ndryshim i orarit të ushqimit, sepse gjithë jemi nuk jemi robot, jemi njerëz. Lukti ndryshe është kur punon ditën, ndryshe është kur punon natën. Por atë është edhe dita nota. Po firmoj që një javë ditë ka, mos vetë dikona edhe në barke, dikon shkon vetë 4 javë ditë. Janë të çana që Armen, Franca testin e parë do të ketë me Senegalin, edhe është kjo ndeshje e grupit I ku janë edhe Norvegjia e Iraku, një grup po ashtu bukur ose relativisht I paparashikueshëm. Skodra me, po e them kështu, armatimin më të madh fazën ofanzive në këtë kampionat botëror është Franca. Për shkak se vetëm I po futbollistat që luajnë, që kanë me startua, po ata që janë bon, që kishin me qenë standard apo kishin me qenë lojtar kësh në secilën do skodër tjetër, janë ata të skodrës Francës. Edhe është skodër që edhe në fazën defanzive ka skodër shumë të mirë, për shkak se edhe dy qendërmbrojtësat luajnë skodra shumë të mirë. Është Konate në Liverpool, Upamecano është në Bayern, edhe janë lojtarë që në gjendje me bo diferencën edhe me fitu ndeshjen, edhe është skodër shumë e fortë. Kunda për shembull është Armenia, shkon. Kunde është Hernandez mbrojtësi Majt. Tani Saliba tash ka dalën më herët e kundit. Para se më shkon kampionat evropian kam qenë lojtar. Po, edhe u bë lojtar me më po me emra skodrën e Francës. Jo, nëse besoj që e di gjithë, ekipa maestra në botë është Franca. Edhe kur e thatë I ka dy ekipe faktikisht me cilën do ekip që luam është pothuajse e para, nga se vërtet ka emra shumë të mëdhenj, por ka po ashtu edhe shumë zgjidhje Didier Deschamps. Përndryshe, dështim kush mund të jetë? Mund të jetë ndonjë ekip cilin mbase ne nuk I kemi përmendur? Po që të mos e shoh më larg Armenia Ceki edhe ne e pa gjithë, Zvicra. Po është ndeshja e parë, mbase është pak ajo loja ku Armen një sekond. Në statistikat e futbollit, në qoftë se unë e maj 70%, unë dora me fitu. Në 15 ndeshje ndodh një kundërshtari që fiton siç hubi Turqia. Po. Edhe pe mbylli. Turqia hubi 2-0, sa e ka pas 70%. Turqia prej Australisë, edhe kështu që dëgjoj. Me këtë gabim që ka bërë Zvicra, ajo veç ja ka vështirësuar vetes punën për shkak se gjithsesi te na thojnë në futboll më e topin 100% sot dush, po nëse rezultati është barabartë apo nëse nuk fiton ti mundesh me kënaqsh me ato statistika. Katore një herë u fut në zonë, është në gol, në përfundon ndeshja apo e tha trajneri, po thëmë edhe skodrën e Zvicrës edhe skodrën e Kroacisë nuk I shoh që mujnë me shku shumë lart, për shkak se janë gjenerata që janë, që me thonë, përfundim e sipër, jo vetëm një futbollist në skodër, që kemi Ronaldon të Portugalia, është në përfundim, mirë po në të Zvicra dhe të Kroacia I kemi 6, 7 apo 8 futbollistat që kanë ndoshta kampionatin e fundit që morrin pjesë. Edhe disa janë për herë parë marrin, disa. Edhe është normal që është një, me thonë një hap mrapa mirë, po tash të shohim sepse nuk po dim sakt, nuk mundna me thonë sakt që një skodër do të jetë. Edhe Brazilin gjithë e kanë cilësuar favoritin kryesor, mirë po e po ndeshje që kush e ka po ndeshjen e dim gjithë që Maroku e meritoi me fitu. Absolutisht, ka shumë vështirësi, madje në disa raste shpesh Maroku është treguar shumë ekip më I mirë se sa Brazili. Po thamon Maroku edhe Senegali janë një ndër dy ekipet më të mira në Afrikë. Një ndër dy më të mirat janë. Janë edhe tjerat natyrisht, bëjnë garat e tyre, edhe si që dhe e ka ato, por me të vërtet është, mi u thonë diçka është për tu habitura. Trajneri Senegalit stazhin e ka majtë e une në Dakar, si shkojnë në për Afrikë japë mësim, e ka ardë bile, shpesh më thirin të ekipo trajner të fort ata. Ka mësu edhe është të mësu. Ta pas ka po hojnë. Ta shumë përvend, ta shikom të vesh media mësum përvend. Senegali edhe Maroku me të vërtet I shoh jo lart, po nuk është të djelëm I pa lart. Pa.
Argentina, pak fjalë do të kemi edhe për Argentinën e Lionel Messit. Po mendoni se do të mund ta ketë atë nivelin e ndeshjeve të mëdha siç i fitoi duelet faktikisht edhe në botërorin e kaluar kur edhe fituan në atë ndeshjen finale ndaj Francës. Messi, Alvarez, faktikisht një kombinim shumë interesant, por sa do të mund të funksionojnë në fazën sulmuese, nga se mos harrojmë që Argentina po ashtu ka edhe një mes fushë të mirë. Po vetë fjolla kampion botëror është kampion fuqia dhe normal që detyrimisht të e fut në ekipën në mesin e ekipe favorite, për shkak se futbollistat i ka që luajnë për superklube, futbollista shumë të mirë edhe në kampionatin e kalum nuk është se ka shfosh shumë cilësi, mirë po me shpirt, me grind e ka fitu kampionatin botëror. Në fazë grupeve nëse nuk gaboj është mposhtër nga Arabia Saudite. Është mposhtër tek ndeshjen e fundit me Z, në fund e ka fitu ndeshjen edhe ka kalu grupin. Tash do të jetë shumë skuadër e fortë, ndoshta do të fitojë ndeshjet me vështirësi, mirë po skuadrat e forta, skuadrat kampione gradualisht ka pas hopi me vështirësi i fitojnë ndeshjet edhe vetëm kur ti shesh në finale apo në gjysmë finale. Pra Argentinën unë nuk e shoh, por sepse është shumë interesant të zinxhiri nëse flasëm. E kam fjalën zinxhiri për shembull prej mosha në mosha, ku e përmendi tha edhe Armendi që Kroacia me të vërtet nuk ka punuar, kjo është pjesë e kulturës së futbollit. Ku dione për shembull akademitë, ma mirë po kryqën aty për me kuptu njerëz të publiku. Akademia si akademi të paktën në ekipën e parë i përcjell 7-8 lojtarë në ekipën e parë, ndërsa në ekipën e rezervë tjerë timon. Akademia si akademi. To është i mund të marrë gjitha akademitë në botë, Bayern, Liverpool, Lyon, Paris Saint-Germain e kështu me radhë. Unë te kroat për shembull nuk kum pa, ka pas të ri, por mentalitetin, kulturën e futbollit, edhe pse nashta na e domim, jo nashta, po e domim më shumë prej Ballkanit duke përfshi prej italianëve tek ne e dojmë më shumë, ama me mbizotru nuk e mbizotrojmë, apo nuk e respektojmë në punë. Unë për këtë po them që Kroacia nuk ka zinxhir dhe e kalon grupin, por nuk e shoh më lart. Ndërsa sa i përket ekipës tjetër që kanë fjalë, deshta me intervenu edhe te Arabia Saudite dhe Katari. Po se përmendëm më herët. Arabia Saudite dhe Katari është e vërtet që kur s'ka pas futboll. Bile se disa ka njerëz njohuri në këta të sportit, Katari sidomos në 10 vitet edhe një 15 vjet, 20 vjet ka qenë para një 5 vjetë, 20 vitet e fundit, 20 vitet e ardhshme komplet edhe 15, Katari ka me qenë një ndër ekipet mos them të mira, me lojtarë evropianë, atë kuptomi, sepse duhet të dim, çdo ministri e kulturës sportit një shteti e aprovon në shtetësinë për një lojtar për me luajtur me atë shtet, i cili i përmbush edhe kushtet e jetesës, sepse të kuptomi, atje janë muslimanë, s'u bën ti me dal me shishe. Ka rregulla. Po, janë gjana që duhet të respektohen si cilin shtet. Edhe une Katarin edhe Arabinë Saudite i shoh, pastaj edhe një 20 vjeçera derisa siguronë për shembull kom oferta që 3 vjet të radhazi me shku në Emiratet Arabe, ama akoma s'u ka ardhur rasti në shtatë des. Sepse jam njëri familjar, kom qef me nejt afër familjes teme dhe fëmijëve të mi, kështu që punoj, shkoj 2 javë, më shumë se 2 javë s'muj. Prapë më kthy aty ku jam. Kështu që Katarin e shon të ardhme me një akademia të mëdha, edhe pse kanë punu kroatët dhe serbët, kanë punu shumë në Arabi Saudite, mos ka shku veç biznisin e kanë kryer edhe me intervenue, edhe me dhon kontribut në futboll, Franca është dhon Katara. Absolutisht. Kretë për fund, po, është kritikuar kur edhe ka publikuar emrat e futbollistëve për të qenë pjesë e kampionatit botëror Thomas Tuchel, përgjithësi anglist, i cili ka bërë disa ndryshime që për shumë këmbë pas e ka qenë shumë drastike, por kjo do të mbetet të shihet se a kanë qenë të qelluara apo jo. Çfarë po mendoni ju, Armend? Po në secilën skuadër kur dol për zgjedhja ka pas kritika që oftu lojtarë, nuk oftu lojtarë, mirë po në skuadrën e Anglisë këndo që e ka eftua, po këndo që e ke lënë jashtë, dhe mi në rrugë prap nuk është se ka pas ndonjë dallim mes cilësisë që shembull nuk është ftu Arnoldi, është ftu një mbrojtës të ri djathtë apo diçka, sepse anglezët janë aty gjithë bashkë me cilësi njëjtë, nuk ka diçka ndonjë futbollist që është mbi të gjithë edhe duhet të jetë patjetër. Është një ekip e konsoliduar, pra po e them konsoliduar. Me cilësi ashtu këtu të gjithë njëjtë. Unë nëse jam teknikisht më i mirë se Armendi, por prap jam në nivel me Armendin. As Armendi, nëse ka shpejtësinë më shpejtësone, prap është nivelin sepse unë e përcjell Armendin. Ai të kuptoj, janë disa gjëra. Folon njëri tjetrin edhe faktikisht përcjellja apo më përcjell.
Do me thënë, leximi i lojës është numër 1. Por, deshte të intervenoj të Anglia, në Angli, pasi ka trajneri i ri, në Angli është ndrodhur mentaliteti i punës, ka qenë i madh, amo nuk ka pas pik në Angli, kanë qenë 3 pika, tash është 1 pik. Pik, full stop, finish. Cila është ajo? Po është, do me thënë, kur thomën Armendin e ku marrë me lujtë në kampionat botror, mor fund. Ka autoritet. Trajneri ka vendosur ato pika, ka vendosur ato rregulla, ato ligje edhe Chelsea janë pare se Gjermon tani me një kualitet shkollimi të punës, edhe në Angli ka punuar një akoma më mirë. Mentalitetin është bota, ata përshep se kanë bota dhe trajnera. është për me qena, blekëm, mos të mik, një katëra kemi nejtë me të bashkë. Deresave që biseduam për Anglinë, faktikisht kemi pas një sezon të shkëlqyer të reprezentuesit të Anglisë Harry Kane tek Bayern Muniut. Mbase pak fjalë, edhe pse jemi kri në ata minutat e fundit, cili prej futbollistëve do të mund të shkëlqejnë në këtë ngjarje të madhe, megjithëse në kupat botërore janë ekipet ato të cilat faktikisht e bëjnë diferencën. Individi shpesh ndodh që e bën diferencën. Ka raste vetëm tek Lionel Messi, tek Cristiano Ronaldo, tek Ronaldo fenomeni Miroslav Klose dikur tek Gjermania. Po i përmendi disa prej shembujve. Sigur tash tek Mbappé, Mbappé individualisht, ndërsa ekipa shkon te lartë dhe natyrisht i bota akoma më i lartë. Se kanë kritiku këtë Mbappé, më fal Armendin se. Tek Real Madridi sidomos shumë. Jo te Real Madridi, po me lojën, po ai dul media, edhe tha jo, unë jam ku një knasën gjithmonë edhe me Parisin, edhe pse i kemi do me thonë problemet private mes Nasirit, ajo problem s'është ta mu më ka taku pagesa më bohe, te dam shpërbimin kur të më largosh prej klubit. Edhe po tha kur s'kemi pas keqe, Nasiri për kundërzi vjen familje, shkojnë, po mediat pak i bojnë. Kështu që po, është e vërtet lojtari, ekipa e shon të lartë, por edhe lojtari ekipën e shon të lartë. Ma shumë është e para ekipa e ngrit individin. Për shkak se ti sot dush ti futbollist, Mbappéja mund të më jap tash 10 golla në kampionatin botëror. Nëse Franca nuk arrin me fitu, ai si individ mund me kon diçka. Më i mirë për shembull. Asesi nuk mund të shpollat futbollisti më i mirë i torneut nëse skuadra nuk arrin me fitu trofeun. Edhe e po më dhe Mesia kur u bë kampion bote, nuk është se i dha gollat, ishte decisiv, mirë po nuk ishte në atë nivelin që Mesia ka qenë para 10 vite apo diçka, mirë po skuadra arriti me fitu trofeun, pastaj me 2 apo 3 gollat që ishin merite Mesis, edhe Mesia u shpall futbollisti më i mirë, edhe normal që kryesori do të jetë skuadra apo ekipa të jetë triumfuese. Nëse ekipa është triumfuese, pastaj edhe futbollisti me 1 apo 2 golla normal që mund të shpollet më i mirë, për shkak se aspekti grupor është kryesori, pastaj vjen aspekti individual. Gjithsesi, grupi normal, pa lojtar tjerë Messi pa ja dhënë kushtet. Këto janë të natyrës, po do me thënë baza thelbi që po thotë është ekipa. Ekipa edhe mentaliteti ekipor, që thomi na esprit et d'esprit. Do me thënë gjendja mentale e lojtarëve të francezë është e njëjta. Nuk mundet me dallu për shembull e jamja prej Armendit apo e Armendit prej Temës. No, jo, e kemi gjithë çkujt apo është i rrumbullak dhe s'mundet me qenë katror. E kemi një mendim të njëjtë si ai si unë. Si lojtare kon fjalën dhe si kulturë. Pastaj janë shumë gjëra në futboll për brenda që nuk duken. Nuk duken ky i din për shembull si lojtar, amo janë dhe gjëra që duhet me respektu atë drejtën e. Edhe familjet, ky ata një mujdet i kanë me veti gratë e veta, po nuk janë me nivell me gratë e veta. Po dhe me familjen e vetë se shkojnë, edhe fëmijët e vetë, ata rrin veç, këta veç. I shohin veç kur t'ja japin një ku e diun e mas 10 ditë mund m'ja dhonin, e keni op 1 orë, 2 orë me nejtën mu pa. Pas ditë më në post lirë, nëse Jo, në Francë jo, ha. Në Francë se kanë shok jam, ha. Vini shohin ja japin dorë, aty mundin m'ja marrën shoqës lojtari fëmijët mu fotografua dhe dahna. E kanë një ditë, tetën e finales më zgabofsha, merr një farkohë një javë apo ju merr, a bëti derisa takohen çiftet me çifte, i kanë stërvitjet e ndara, a bëti janë bash 7 ditë rradhës e stërvitje, janë 5 ditë, edhe një ditë është thyrje, apo si them rekuperim apo regenerim apo mos them janë diçka ushqimit e lehta. Ditën e pushimit me regenerimin dikush një lojtar mundet me bashku, por regenerimin prap mundet me bon kohën masani. Çat ditë kanë pushim, takohen edhe pastaj
Ja i mjeli kooperativ në shve hupin, ja, Ja. në finale e festoj s'bashku. Do shë të gjus të edhe erdhi fundi emisionit special kushtuar kampionatit botëror të futbollit që pëmbat në 3 shtetet të ndryshme, shtetet e bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik për ndryshe. Kemi qenë gjatë gjithë kohës, kujtojmë live edhe në rrjetin social Facebook, për çka dhe ju falenderojmë që keni zgjedhur për ndryshe edhe Radio Kosovë 1. Është koha të falenderoj përzemërsisht dy të ftuarit e mi të radhës në këtë emision kushtuar Kupës së Botës në ditën e 5 të kampionatit botëror. Futbollistin e njohur, antarin e Gjilanit, Armen Thaçi, faleminderit shumë për kohën dhe disponimin tuaj si gjithmonë. Fatos, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe trajnerin po ashtu Gjilanasin, po tashmë është bërë pjesë e Gjilanit sepse kur ka stërvitje dhe kur kanë deshit atje veç jeton atje, vepron atje sepse dihet që është një rrugë e gjatë, është lodhja dhe shumë faktorë tjerë. Dhe në anën time të majtë falenderoj po ashtu përzemërsisht trajnerin e futbollit Faredin Bejtullahu, me të cilin bashkë biseduam gjerë dhe gjatë, jo vetëm për parashikimet, jo vetëm për ato se çfarë ka ndodhur deri më tani në kampionatin botëror, por pak edhe në taktik, kështu në thellësi po themi. Po, mi analizu tamash, analizë pa televizor që i thomi na, në studim, edhe me përvojë që kemi lojtari këtu pra neve. Një kombinim shumë i mirë. Faleminderit shumë, përndryshe ju mos u ndani nga ne, qëndroni edhe më tej me programet tona në vazhdim. World Cup në RTK Radio.